Kombëtarja shqiptare është grumbulluar për 2 ndeshjet kualifikuese të kampionatit botëror që do të zhvillohen në muajin mars, ku Qezing do të përballet me Anglinë në udhëtim më 21 mars, derisa 3 ditë më vonë presin Andorrën në Air Albania. Por për ndeshjen në shtëpi nuk do të ketë bileta të rezervuara për tifozët e kombëtares, tifozat ku Qezing. Ka qenë vetë fasha e tifogrupit më të madh shqiptar, që ka njoftuar se për herë të parë pas 21 viteve, veprimtaria e tifozat kuqezi është lënë pa bileta për arsye nga FSHF-ja, që ka qenë se duhen gjithë përfshirje. Në vijim postimi i tyre. Të nderuar antarë, si asnjëherë më parë në këto 21 vite, veprimtaritë të tifozave kuqezi jemi lënë pa bileta për ndeshjen e kombëtares. Në këto 21 vite, Joral herë të KZ përbënte njerëzit e vetëm që rrinë në shkallët e stadiumit ku nuk ishte kushte, ku nuk ishte rezultate, ku nuk ishte stadium, ku nuk ishte tifoz, pasi ato botë për krahja e kombëtares konsiderohej marrëzi. Nëse ekipi kombëtar i futbollit ka pasur një arsye të mos ndihet inferior edhe kur humbja ka qenë e prenotuar, është sepse tifozat kuqezin kanë qenë gjithnjë aty. Janë ndëruar trajner, lojtarë stadiume, ndërsa të vetmit që kanë qenë të përhershëm pranë ekipit kombëtar kanë qenë tifozat kuqezi. Tani në vitin 2025, kur jemi kualifikuar 2 herë në Europian, dhe kur ekipi kombëtar ka nisur të korrë rezultate, e kësaj edhe rritjen e kërkesës për bileta, jemi penalizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit përmes një emaili që kemi pranuar, pasi disa insistimesh nga ana e zyrtarëve të FSHF-s, jemi njoftuar se nuk do të ketë bileta të pararezervuara sikurse ka ndodhur në këto 21 vite, me arsyetimin se dëshirojnë gjithë përfshirje dhe mundësi edhe për ata që nuk kanë qenë pjesë e grupeve tifozërike. Ky arsyetim përveç që nuk shndron, nuk është as i sinqert, edhe për më tepër është hakmarrje tipike nga ana e FSHF-s për kundërshtimet tona ndaj organizimit të kampionatit të përbashkët me Serbinë, dhe ku dihet që këta të fundit i kemi edhe në grup kualifikuese për botëror. Pra me gjithë përfshirjen e saj, FSHF-ja nuk mendoi kur nxorri biletat me çmimet e kripura, që të i kalojnë edhe çmimet e biletave për finalet e Europianit 2024, por ironi me gjithë përfshirje nuk mendoi as kur bëri thirrje për antarësim te klubi i tifozëve, organizëm krye FSHF-s që doli me ofertë për biletë të garantuar për antarët e këtij klubi, nuk mendoi as për standardin e shqiptarit të rëndomt, por tokë fjalësh i gjithë përfshirje përdori për të sulmuar dhe hakmarrë ndaj TKZ-s që nuk nënshtrohet, nuk i bindet, kjo pasi tribuna jonë është sold out, ndërsa që tribunat e tjera ngelen akoma bosh. FSHF-ja po bën të njëjtat gabime dhe mendon se do të ketë rezultate të ndryshme, por po gaboj të rënd. Stadiumi dhe përkrahjen ndaj ekipit kombëtar të TKZ-ja nuk mund t'ia ndalojë askujt, e as FSHF-ja. Ne do të jemi të pranishëm aty, do të jemi në Wembley, do të jemi gjithkund për të dhënë mendimin ton, për të shprehur pakënaqësinë ton. Reagimet tona nuk do të ndalen ato vetë se do të intensifikohen, dhe kushdo që gënjen për të kundërtën me keqardhje, por do të zhgënjehet keq. Tifozat kuqezi, o sa mirë me qenë shqiptar, ndrydhët postimi tyre.